Pse e gënjeve Benitën që Eliona nuk ka dashur të ndihmojë në fest? Jo, unë nuk kam thënë këtë. Kam thënë që kam dëgjuar një batut nga Eliona, batut po e sqaroj edhe njerë, se me sa duket mënyra se si e përdorur shqipen, nga njerë keq kuptohet, sepse me shumë fjalë i përdorim ndryshe nga ç'mund të kuptohet këtu. Batut e kam fjalën për fjali në këtë rast, jo ajgare. Kam dëgjuar dje një fjali të thënë me ironi nga Eliona, kur unë isha duke pastruar make-upin, pas shpinës time ishte Klodi, dhe Eliona ishte në koltukun ngjitur me tavolinën e make-upit tim. Dhe në bisedën që kam bërë sot me Benitën, ku ajo po thoshte se si po ndjej, unë i thash dhe unë dëgjova një batut fjali nga Eliona me ironi që nuk mu duk, okej. Më pyetit, Klodi, çfarë bëri? Qeshi, reagoi? Jo, i thash Klodi nuk reagoi. Në momentin që kam biseduar me Elionën, ja kam thënë këtë gjë që dje ke bërë një fjali batut me ironi për Benitën. Ajo ma mohoi kategorikisht dhe i thash base, atëre pas kam kuptuar unë gabim. Nuk pata mundësi t'ja thoja Benitës sepse ishte në gjumë, dhe në momentin e parë që Benita erdhi në tavolinë, Eliona përsëri ja përmendi këtë gjë duke i përmendur nuk kujdesesh dot për veten, gjendjen tënde nuk e di, ku Benita me të drejtë u prek dhe pastaj u sajua kjo gjëja sikur kisha qenë unë që e gënjeva. Në fakt, unë vazhdoj të qëndroj që e kam dëgjuar atë fjali, por nuk e ripetoj dot. Pra nuk e mbaj mend eksaktësisht çfarë kam dëgjuar, por impresioni im, aq afër sa isha me Elionën, ishte një fjali ironike për gjendjen e Benitës. Pra nuk e kam gënjyer Benitën.